Përshëndetje, mirë se erdhe në Golden Truth Tarot. Dhe tani le të fillojmë me parashikimin e muajit korik për shenjën e peshores. Peshore, java e parë e korikut do t'jetë një javë e mbushur me dashuri, me romancë, ju shoh të ndjeshëm, ju shoh të fokusuar edhe tek pjesa artistike, pjesa krijuese. Disa nga ju mund fillojnë të lexojnë një libër gjatë kësaj jave, mund edhe të krijoni poezi apo të krijoni art në forma nga më të ndryshmet. Po ndjeni mirë, ndjeni të qetë, ndjeni të relaksuar, shpirtërisht, ndjeni mirë peshore. Dhe sidomos peshore që sapo kanë filluar një lidhje dashurie, ju shoh në atë fazën komplet të përfshirë me njëri tjetrin, shumë të dashuruar, shumë të dhënë mbas njëri tjetrit. Femrat e shenjës së peshores do të ndjenë të përgëdhelura nga ana e partnerit, kërkesat tuaja do të jenë shumë të larta në këtë javë të parë, ndonjëherë edhe pak kapriçoze dhe absurde deri diku, por ju i meritoni edhe sigurisht personi i zemrës do t'ju bëj të lumtur, prandaj pse jo, pse mos të koni më shumë. Shikoj edhe një fokus të madh tek fëmijët. Disa peshore mund të kenë një festë fëmijësh, pra ose është fëmia juaj që ka ditëlindjen, organizoni një festë dhe java e parë e korikut ju merr vëmendjen totalisht organizimi i festës, mikpritja, gjithçka tjetër. Për të tjerë mundet që ju vetë merrni pjesë në festa ku janë të organizuara specifikisht për fëmijët në ditëlindjen e një fëmie tjetër, apo t'je bën prioritet që disa ditë do ta dërgosh fëmijën me pushime në një zonë specifike ku ka kënd lojrash apo që është vetëm për fëmijët. Pra, shikoj një vëmendje të madhe tek fëmijët, mund të jetë sidomos për peshoret që kanë vajza, mund të jetë edhe nipi, mbesa, mund të jetë edhe fëmia i vllajt ose i motrës. Pra, ti e bën prioritet në këtë kohë një person tjetër. Mund të jetë edhe dashuria e parë e fëmijës tënd, është në atë fazën e adoleshencës që është dashuruar për herë të parë, është përfshirë dhe ti në rolin e prindrit do që ta shijoj atë romancë të parë, por gjithashtu ke pak atë shqetësimin në mënyrën se si e menaxhon marrëdhënien, se si e menaxhon situatën. Bëj kujdes se mund të keni pak debate ose keq kuptime. Fëmia do të kërkojë më tepër liri për të dalë, do të kërkojë më tepër liri për të bërë zgjedhjet e veta. Ti nga ana tjetër si prind do përpiqesh që ta frenosh ti ose do të përpiqesh që ta udhëzosh në drejtimin e duhur, por duke qenë se në javën e parë Mërkuri, planeti i komunikimit, është i kthyer, ajo mund të sjellë disa fërkime, disa diskutime, disa gjëra ku nuk bini dakord. Ti e sheh ndryshe, fëmia sigurisht e sheh në një kundërshtrim tjetër. Megjithatë, prap ka dashuri, prap ka mirë kuptim në fund, nuk shikoj problematika madhore, sidomos në këtë aspekt. Java e dytë pastaj do të jetë një javë me një fokus më të madh tek puna, do të jetë një javë ku do duhet të përgatiteni në punë, mund të keni një situatë ku ose bëhet një trajnim, ose keni një mbledhje të rëndësishme, ose ju vetë do të merrni pjesë në një program specifik që organizohet nga puna, dikush mund të fillojë një kurs, dikush mund të fillojë një trajnim, sido që të jetë situata, do kesh volum, do kesh angazhim shumë, do duhet punosh, do duhet të impenjohesh. Mund të jetë edhe një situatë ku ktheheni nga disa ditë pushim, disa ditë leje dhe menjëherë ndjeni të bombarduar peshore nga ajo qetësia, koha që u fokusua tek fëmijët, tek familja ose tek dashuria juaj, tani ktheheni dhe jeni në punë me fokus, me volum, me përgjegjësi
urgjësi, me shumë gjëra që duhet të realizoni, po ju shumë mirë. Shikoj që jeni në një punë të qëndrueshme, në një punë që është premtuese, është shumë e mirë për karrierën tuaj, pra nuk keni vetëm një punë sa për të fituar para, po keni një karrierë të mirë fillt. Është ju çdo ditë mësoni diçka të re, çdo ditë investoni tek artimi juaj, keni krijuar një emër, një reputacion për veten shumë shumë të mirë dhe sa më shumë kalon koha, aq më profesionalizëm për veten, aq më fitoni dije dhe eksperiencë nga puna juaj. Java e tretë do të jetë një javë ku keni shumë gjëra akoma që duhet t'i realizoni peshore. Ju shoh pak të lodhur, keni nevojë për pak pushim, keni nevojë për pauzë, sepse ju duket sikur provo diçka, bëje të del një pengesë, të del një gjë tjetër, mund të jetë edhe për faktin që është sezoni i verës, është vështirë që njerëzit nuk punojnë edhe në zyra, edhe në shërbime të tjera, nuk punojnë me orar të plotë ose kanë personel të shkurtuar edhe është më e vështirë që ti mbarosh punët gjatë gjërat që duhet mbarosh gjatë sezonit të verës. Shikoj që do të merrni një lloj pauze, një lloj pushimi, nuk keni shumë gjëra, nuk i përfundoni, çoni dot deri në fund ashtu si ti do doj. Energjia e nëntës më tregon për një ngarkesë fizike, ngarkesë mendore, thoni ta shty edhe një kohë më vonë derisa të mbaroj gjithçka, sidomos gjëra që kanë të bëjnë me projekte në shtëpi, riparime, rregullime, mund të kesh filluar diçka me idenë që është një riparim, një rregullim i vogël, e ke filluar atë të ka dalë një punë tjetër, një gjë tjetër, dhe thua nuk harxoj dot më shumë para, të vazhdoj të paguaj për këtë gjë, duhet ta vendos si projekt në pauzë për një kohë. Kurse për pjesën e dashurisë dhe të romancës, shikoj që jeni shumë të hapur, nuk i keni ato rezervat që mund të keni pasur më përpara. Personi i zemrës ka arritur realisht të fitoj besimin tuaj dhe ai muri mbrojtës po bie, po lejoni këtë person që të hyjë brenda zemrës tuaj. Është shumë e rëndësishme koha që keni me njëri tjetrin, sepse këtu kemi të bëjmë me energjinë e zjarrit. Energjia e zjarrit, një marrëdhënie që fillon me shumë pasion, me shumë intensitet, në mënyrë të papritur, të rrëmbyer, që shpërthen me një herë, në të njëjtën formë, mundet edhe të shuhet po shpejt. Prandaj peshorët që ose janë rikthyer me një ish, partner ose partnere, ose është një marrëdhënie e re që sapo ka filluar, pra nuk keni shumë kohë që njiheni me njëri tjetrin, ju duhet keni më shumë kujdes. E para sepse gjatë muajit korik, Mërkuri është i kthyer nga data 1 deri me datën 23, është në gafore dhe zakonisht gjatë Mërkurit të kthyer tendenca është e ish partnerëve ose partnereve të rikthehen sërish me njëri tjetrin, po këto rikthime zakonisht nuk zgjasin, si rikthime nëse ndodh gjatë Mërkurit të kthyer, mund të ketë pak nostalgji, mund të ketë pak mall, të njëjtat probleme që kanë shkaktuar ndarje zakonisht përsëriten shumë shpejt mbas rikthimit dhe të fillosh një marrëdhënie gjatë Mërkurit të kthyer nuk është mirë sepse nuk i sheh gjërat në mënyrë të kthjellët, nuk i sheh ato problematikat apo ato shenjat jo të mira nga ana e personit, je shumë përfshirë në këtë romancën sa në atë pjesën e tërheqjes fizike, e kimisë që mund të ndihesh me dikë, sa nuk e shikon realisht personalitetin, sa përshtaten me njëri tjetrin, a nëse ka ardhmëri kjo marrëdhënie. Ju a them këtë sepse shikoj nga java e tretë që mund të bëni plane, ke zemrën e hapur, le të fillojmë një jetë bashk, aq më tepër me datë 14 korik, kur është edhe hëna e re në gafore, disa nga ju peshore mund thoni duhet të bashkëjetojmë, le të bashkëjetojmë, le të marrim një shtëpi, le të jetojmë bashkë, le të martohemi,
le të fillojmë një jetë nga le të fillojmë një jetë së bashku, ti je personi i ëndrave të mia, mund të përshpejtoni gjërat shumë me ritme të shpejta, le të kemi një fëmijë bashkë, le të krijojmë një familje, shumë shumë plane, shumë plane të forta në një kohë kur në një kohë kur ti je akoma në atë vellën e në atë turbulencën e romancës së fillimit. Dhe kaq shumë besim keni, shikoj. Kaq të dhënë jeni sa ju duket sikur ky person nuk mund të lëndoj kurrë dhe mundet që të shkoni edhe në fund të botës me këtë person. Aq përfshirje e fortë do të jetë ajo e javës e gjatë gjithë muajit, po veçanërisht planet që mund të krijoni me njëri tjetrin gjatë hënës së re në orë. Java e fundit pastaj është një javë me plane, është një javë me ide në afatgjat, shumë peshore, mund të kenë edhe një situatë, një marrëdhënie në distancë, pra njiheni me këtë person, është me pushime, takoheni, ose ju jeni me pushime, takoheni, njiheni pikërisht gjatë pushimeve, njëri nga ju detyrohet të largohet në fund të korrikut, të kthehet në vendin ku jeton, do të mbani një marrëdhënie në distancë një marrëdhënie në distancë me njëri tjetrin, në biseda, në komunikime dhe mund të bëni edhe plane sigurisht të jetojnë bashkë, prit të mbaroj këto dokumenta ose të bëj këtë gjë ose të përgatiteni pra biseda që mund të keni me njëri tjetrin për të ardhmen tuaj së bashku. Të gjitha këto, bas datës 23, kur Mërkuri kthehet drejt, aty do të filloni të shikoni gjërat në mënyrë më të qartë, ajo pjesa e distancës mes jush do ta ul pak atë nxehtësinë e madhe që keni kur jeni me njëri tjetrin, sepse kalojmë nga nënta e shkopimeve tek treshi, por prap të përfshirë shumë. Peshorët mund të mbajnë një marrëdhënie në distancë, ju jeni nga ato shenja për shkak të elementit të ajrit, që për sa kohë që komunikimi është i qartë, mes jush mund ta mbani një marrëdhënie në distancë të shëndetshme, por jo për një kohë shumë të gjatë. 6 muaj, një vit, ok, po jo një kohë shumë e gjatë, sepse më pas filloni keni dyshime, keni nevojë për vëmendje, peshorët duan të jenë në një marrëdhënie, nuk preferoni të jeni single dhe nëse personi ju lë vetëm për një kohë të gjatë, ka mundësi që të krijoni një lidhje tjetër edhe të humbisni interesin. Prandaj nëse planet janë shpejt, konkrete, shpejt, për 6 muaj, një vit, të bashkoheni me njëri tjetrin, kjo marrëdhënie mund të funksionojë. Nëse planet janë të shohim, mund të mbaroj këtë punë, apo të mbaroj këtë shkollë, apo të bëj këtë gjë e të tjera, pa një datë fikse, aty mund të humbas interesi me kalimin e kohës, me kalimin e muajve. Edhe nga orakulli, mesazhi për ju thot grounding, pra mendoni dhe simbolikën e patateve që janë nën tokë. Ajo çfarë ju duhet është të jeni më të lidhur me tokën, të jeni me këmbë në tokë, tokëzimi përdoret si fjalë, po grounding do të thotë jesh me këmbë në tokë, atë në gjuhën më të thjeshtë, më popullore, dhe energjia e pesës është pikërisht, pesa është romancë. Pesa është diçka kalimtare, pesa është flirt, është një flirt vere, përgjithsisht është një romancë që zhvillohet, mund të kthehet në diçka më serioze, por her pas here do të fluturoni në ëndra, në fantazi, gjatë korrikut është mirë të ktheheni, t'i kujtoni vetes të jeni më realiste, të ktheheni më me këmbë në tokë peshore. Okej, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim dhe dëshironi të rezervoni një lexim privat me mua, ju lutem klikoni tek liku i website-it tim në www.goldentruthtarot.com, linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju falenderoj, ju uroj gjithë të mira dhe bashkë të dëgjojmë në videot e ardhshme. Mirupafshim.